Ajo që këta karakterizon tjetër janë dollapët e shumt, ku mysafiri kryesor, që ka qenë kryet vendit, si që ti, ka mund me lënë kutinë e duhanit, ka ndonjë armë eventualisht. Sa atëherë çanta s'kan pas. Çanta s'kan pas, me mbajt kafën, sheqerin, edhe është mbyll me drynë që fëmijët mos marrin. Shire, armën do më thonë e kanë lënë shqiptarët sigurt këtë, kafën e sheqerin dry. Ajo që këta karakterizon tjetër janë dollapët e shumt në këtë pjesën. Dollap në muri brenda. Po, që nuk i kanë oda tjera. Kryesisht, ose kanë pak, ose nuk i kanë. Për çka janë shfrytzu këto dollap? Për me lënë gjëra të ndryshme. Këtu mbrapa e ke një dollap të ngushtë, ku mysafiri kryesor, që ka qenë kryet vendit, si që ti, ka mund me lënë kutinë e duhanit, ka ndonjë armë eventualisht. Sa atëherë çanta s'kan pas. Çanta s'kan pas, po. Domethënë ka shërby për vendosjen e armëve. Këto. Po, armëve, duhanit e tjera. Atje kemi një dollap të mbyllur, që ka qenë i mbyllur me drynë. Tash edhe atë e kemi ndrruar, po e kemi bën ashtu siç ka qenë. Për shkak se atë derë ka marrë Muzeu i Kosovës, e ka pas marrë dikun në vitin 1979. Për me rujtësi artefakt. Po. E kemi bën siç ka qenë, edhe për çka ka shërbyer? Ajo ka shërbyer për me mbajt kafën, sheqerin, edhe është mbyll me drynë që fëmijët mos marrin. Shire, armën do më thonë e kanë lënë shqiptarët sigurt këtë, kafën e sheqerin dry. Armë shërben për momentin. Sa interesant. Pas ka shumë gjësante. Më bani përshtypje edhe mënyra që shë përmende ulja në përvende. Qysh ka qenë ulja zakonshme në këtë odë? Mysafirët janë ullë në këton, kurse të zotët e shtëpisë, i zotë i shtëpisë është ullë anej, përballë mysafirit, andej o gjakut. Mysafirët janë rendit, si mas rëndësisë të tyre që kanë pasë, qoftë janë respektue si mysafirët largët, jabanxhi janë quajt, ose nëse ka qenë ndonjë hoxha gjithmonë ka pas përparësinë që të ulet në kryet vendit, ose ndonjë mësues apo intelektual eventualisht, ndonjë i shkollum atëherë, megjithëse atëherë ka pas shumë pak të shkollum. Po ka pas rend oda, ka pas një rend të pashkruar. Edhe që ju kanë përmbajt një asgjë. Mysafirët ju kanë përmbajt atij rendi. Edhe qoftë kur kanë bisedue në biseda. Nuk ka mujt secili me fol çka ti tekët. Por është respektuar rendi i mysafirëve dhe i zotëve të shtëpisë. Sot sa mbahen traditat që janë kanë? Këtu sot të sa kalon kohë për shembull nod? Nod nuk kaloj për shkak se tash nuk më lidh shumë ndenja nod. S'mundesh me nejt vetë? Vetë s'mund të rri, sigurisht. Mirë po shërben përsëri për ato që thash, se është muze tash. Është muze. Edhe ju shërben edhe të tjerëve.